Unë bëj lutje dhe ju qaj kënaj dëve, e ju qaj selam dekneve, vjehrive, babse, nonce, djalim ka dek, mi kalon dy qika, i kënaj dëv, edhe i thëm një selam pe i none, zëti e ka fol, zëti e ka marë. Kur ardhë kufruma e kanë ndasht me më dhonë në këci jeme, me më dhonë, këmë thonë ja, për mua është i lumi zët, aje ka fol, aje ka marë mallin e vetë. A do që të takohesh në botën tjetër? Lutna. Dyre se jem unë edhe jem e vjetër, edhe jem e smut, me një nuës për muj, më falë për muj, edhe nata 4 gjeqave, të edhe ditë e fundit është, nuk dihet cilën natë është, se unë e kom qef me falë namaz nate. Po, nuk e din kur. E për qëta. A të regon që fangjësi e ka përve nata e madhe, nata e 4-rit? Kush e din, natën e madhe s'ka. E kush se din. Ti ta që edhe nëse s'po agjeron, ti më thonë bën lutje dhe falesh. Unë bëj lutje dhe ju qaj kënaj dëve, e ju qaj selam dekneve, vjehrive, babse, nonce. Gjerive, Pa raport e ki pas me gjeri, këmë do pas ki pas të mira. Mirë shumë. Mirë këm pas me vjehri, mirë jam me burë, mirë. Djalim ka dek. Mi kalon dy qika. Sot sa bën lutje për djalin? Se ki tash ndjerë? Djalin lutje për vjehri, lutje për prind. Sa lutje për djalin bën? I kënaj dëv, edhe i thëm një selam pe i none. Kënaj dëve, sa duhet, edhe i kënaj ja qaj një selam pe i none. Sa të ato lutje që ti ki kërkon këtë muaj të madhërishëm të Ramazanit për djalin që i bën? Atë lutje i kërkon për Zotit? Unë i bëj lutje kënaj dëv, dhe thëm inshallah, Allah e kam shiruar në vend hajrit. Qëtë? A do që të takohesh në botën tjetër? Lutna. Kush lutet ma shumë se nana? Kërkosh. Ma shumë se nana kërkosh. Ti sa kom pale ki humbur, djalin? Që 25 vjetë. Kjo është jeta. E po tash, që kina me bo? Zëti e ka fol, zëti e ka marë. Kur ardhë kufruma e kanë ndasht me më dhonë në këci jeme, me më dhonë, këmë thonë ja, për mua është i lumi zët, aje ka fol, aje ka marë mallin e vetë, unë s'man në këci për djallë. A unë që ka botë tjetër, pasi që këtu ta lëm këtë botën? Sigurisht, aje tuk na merë zëti ashtë, shkojmë qatje, veç inshallah në vend hajrit. A unë që një ditë do t'akomi, do të mamë, zotë? Majmed, lutë nga bëllë. Majmed, tash së di. Unë të uroj ma të mirat, të uroj shëndet mas fali, të rëtë Zoti, që e kështë të një mesazh gjithë vlezëve musliman, gjithë atyre që besimin muslim. Unë jam me zemër, me itikat të perenia. Asu besoj telefonave, asra, televizorit, as njerëzas, veç atje naltë. Po për ata që thonë, disa me zemër duhet me qenë, qëfar me zemër, unë me zemër. Po disa se praktikojnë këto, vetëm thonë me zemër me qenë i mirë. Qëfar mendimi ki për ata? E mirë, me zemër, e mirë është edhe ljöpa. Po duhet me bo vepra. Veprat mira. Me dhonë me duar, kur të kish. Mës me fëllë, gjithë qka me këto. Qaj është se zemërën e mire ka dhe ljöpa. Të rëjtë Zote, të rëjtë ma të mirë aty, të rëjtë shëndet, faleminderit shumë, na falë shumë.